Ish drejtori i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Dibër Daniel Gjura, i cili ishte shpallur në kërkim që prej 17 qershorit, është dorëzuar në polici mbrëmjen e së martës. Vetë dorëzimi i Gjurës vjen pak ditë pasi policia e Dibrës goditi një skemë të dyshuar kriminale për tjetërsimin e paligjshëm të pronave në Dibër. Megjithse ende nuk ka një deklaratë publike nga autoritetet, në media ka qarkulluar lajmi për arrestimin e Gjurës, i cili ishte shpallur në kërkim në kuadër të operacionit tjetërsimi në 17 qershor të këtij viti për veprat penale, mashtrimi dhe falsifikimi i dokumentave kryer në bashkëpunim. Por për këtë shtetas me datë 20 qershor, gjykata shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Dibër vendosi zëvendësimin e masës në mungesë për ish drejtorin Daniel Gjura nga arrest me burg në detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore. Nga 14 masa të lëshuara nga policia e Dibrës, gjykata ndryshoi të gjitha prej tyre, duke kaluar edhe të dyshuarit kryesor të Shardoqin dhe Fation Çakrin në arrest shtëpie nga arrest më burg që kishte kërkuar prokuroria. Policia e Dibrës nuk ka ende një njoftim publik për shtetasin Daniel Gjura, e as të dërguar në media, e as të publikuar në faqen zyrtare të policisë së shtetit. Pista e vetme e burimit të informacionit deri tani mbetet ajo e vetë dorëzimit të Gjurës për tu përballur me akuzën e ngritur ndaj tij.